Ku ishte Ali Ahmeti? Ishte një marrëveshje ndërmjet partnerëve të ri të koalicionit, të shumicës së re parlamentare. Ishte një kalkulim i sigurisë për gjithë situatën, jo për zotin Ahmeti. Kemi pasur vështirë të kërkojmë nga zoti Ahmeti që mos tjetë aty. Mirë po për arsye të cilat mendoj se janë të qarta, edhe vetë nga LSDM, edhe nga parti tjera që formojnë shumicën është kërkuar që zoti Ahmeti mos tjetë aty, që mos ndodhë më e keqë. A ka pas informacione se nëse është Ali Ahmeti do të jetë një target për protestuesit njëjtë si ishte dhe kryetari i LRPDSH-s? Ka pasur informacione se mund të eskalon situata. Jo informacione në fakt. Ka pasur thjesht janë para parë skenaret e mundshme çfarë mund të ndodhe. Po, edhe është thjesht edhe me vetë zoti Zaev deklaroi në atë preskonferencën e tij se ka qenë edhe kërkesë e tyre, po edhe një konstatim, një kalkulim për situatën se zoti Ahmeti nuk do të jetë në atë seancë. Hipoteza tash që ndonë nëse të ishte Ali Ahmeti do të sulmoj, a mendoni se një ngritje shqiptarëve do të shpëtonte vëmëron për të mbrojtur Ali Ahmetin në luftë civile dhe gjendje e zakonshme? Edhe ajo po, natyrisht Ali Ahmeti është një emblem, figurë emblematike për shqiptarët jo vetëm në Maqedoni, por në gjithë rajonin, dhe natyrisht kjo do krijonte një situatë shumë më tensionuar, e cila do ishte në favor të atyre të cilët nuk duan transferin patësor të pushtetit. A keni pas ju kërkesa nga antarët tuaj, aktivistët që të jenë aty për t'ju ndihmuar juve si parti në atë natë? Po ka pasur, bile kanë qenë edhe për rreth janë afruar afër kuvendit. Ka qenë thirrja ime publike nëpër media se shërbimin më të madh që mund t'i bëjnë shqiptarëve dhe deputetëve tanë në moment është mos të reagojnë, për shkak se ndoshta edhe qëllimi i krejt këtij eskalimi ka qenë që dhunat kalon në terrenin ndëretnik, edhe ajo atëherë do kishte për masa të tjera dhe sot nuk do fliqim se a është zoti Talat Xhaferi në Bruksel apo a ka dorëzuar letrat e Ivanovi, po do flisnim për situata tjera konfliktuoze që do ishte interes i atyre, siç thash, që nuk dojnë transfer patësor pushtetit. Tani interesi i qytetarëve është transferi patësor i pushtetit, krijimi i qeverisë, edhe pastaj do t'i analizojmë gjithë aspektet. Pas krijimit të qeverisë,